Kur mendojmë për marketingun, çfarë na vjen menjëherë në mendje? Me siguri reklamat e lezetshme, këngë që na mbeten në kokë, fushata që bëhen virale. Dhe po, për shumicën e njerëzve marketingu është pikërisht kjo, reklamimi. Por e vërteta është se kjo është vetëm maja e icebergut. Sot do të zhytemi sell për të parë se çfarë fshihet poshtë sipërfaqes, dhe do ta bëjmë këtë duke analizuar një nga fushatat më ikonike të gjitha kohrave, për të kuptuar se çfarë na mëson ajo për fuqinë e një strategjie të mirëfillt. Ja si do të rrjedhë udhtimi ynë. Do të nisemi nga i keqkuptimi i madh për marketingun. Më pas, do të zgjidhim misterin që fshihet pas Got Milk. Do të shohim si ndërtohet një plan komunikimi hap pas hapi. Do të kuptojmë pse kreativiteti sado i shkëlqyer nuk mjaftoni vetëm. Dhe në fund, do të zbulojmë disa sekrete për të tërhequr dhe mbajtur vëmendjen. Atëherë, le të fillojmë me idenë e parë. Keqkuptimi më i madh në botën e marketingut, dhe ka shumë mundësi që nuk është ajo që po mendohet tani. Pra, le ta bëjmë një pyetje fare të thjeshtë. Çfarë është marketingu? Kur dikush e bën këtë pyetje, cila është përgjigjja që dëgjohet më shpesh? Për shumicën ndërmuese, përgjigjja është pothuajse gjithmonë e njëjtë. Reklamimi. Reklamat kreative, ato që na bëjnë për të qeshur, ato që na prekin. Kjo është padyshim fytyra publike e marketingut, por a është këto gjithçka? E po, përgjigjja e shkurtër është as pak. Dhe këtu qëndron thelbi i gjithçkaje. Strategjia vjen gjithmonë e para. Reklamimi është thjesht një taktik, një mjet tepër i fuqishëm sigurisht, por prap se prap vetëm një mjet në kutinë e madhe të veglave të marketingut. Marketingu i vërtet fillon shumë më herët, që të dizajni i produktit, të çmimi, të mënyra si shpërndahet. Reklamat janë thjesht pjesa që shihet në fund. E për ta kuptuar këtë më mirë, nuk ka shembull më të mirë se një rast studimor klasik, misteri Got Milk. Problemi ishte vërtet i çuditshëm. Pse? Por pse po binin shitjet e qumshtit kur dukej se të gjithë e pëlqenin atë? Situata ishte bërë vërtet serioze. Flasim për fundin e viteve 80 dhe fillimin e viteve 90, ku konsumi i qumshtit po posonte një rënje drastike. Kjo rënje përkthehej në rreth $50 milion fitime të humbura çdo vit, vetëm për industrinë e qumshtit në Kaliforni. Diçka duhej bërë dhe duhej bërë shpejt. Deri në atë moment, strategjia e reklamimit ishte goxha e drejtë për drejtë. Synoheshin fëmijët e adoleshentët me një mesazh shumë të thjeshtë: pi qumësht dhe do të bëhesh i madh, i fortë, i bukur dhe popullor. Madje kishte reklama ku fëmijët transformoheshin në të rritur super tërheqës fiks para syve tan. Dhe ja ku gjërat bëhen interesante. Këto reklama në një farë mënyre funksionuan. Sondazhet tregonin se 89% e njerëzve ishin plotësisht dakord se qumshti ishte i shëndetshëm, dhe 80% thoshin se u pëlqente shija e tij. Pra, njerëzit e besonin mesazhin. Por, a kjo na çon te pyetja prej $50 milion, nëse pothuajse të gjithë e pëlqejnë qumshtin dhe mendojnë se është i mirë për shëndetin, pse dreqin po blinin gjithmije më pak? Ku ishte problemi vërtet? Dhe përgjigjja, siç doli, nuk ishte te krijimi i një reklame më të bukur. Ishte te ndërtimi i një plani komunikimi shumë më të mençur. Një plan i bazuar në këtë strukturë të thjeshtë, por jashtëzakonisht të fuqishme. Së pari qëllimi, pastaj strategjia dhe vetëm në fund taktikat. Ky proces me 3 hapa është thelbësor. Gjithçka fillon me qëllimin. Çfarë konkretisht duam të arrijmë? Pastaj vjen strategjia, kujt po i flasim dhe si do ta pozicionojmë mesazhin. Dhe vetëm në fund, fare në fund, zgjidhen taktikat. Pra, si do ta përcjelli mesazhin? Të ngatrosh këtë rend është një recetë klasike për dështim. Pas shumë kërkimesh, ekipi i marketingut pati një moment eureka. Ata zbuluan problemin e vërtet, dhe ai ishte një fjalë: racionimi. Doli se njerëzit e konsumonin qumështin krejt ndryshe nga pijet e tjera. Kur frigoriferi është plot, e pin pa problem, por kur mbetet pak, fillojnë ta kursejnë me fanatizëm. Dhe kjo sjellje është diçka që të gjithë e bëjmë. Mendoni pak për letrat e kuzhinës. Kur sapo ke hapur një rrotull të re, e përdor pa kursim. Kur mbetet vetëm fleta e fundit, e përdor me një kujdes të jashtëzakonshëm. E po, e njëjta logjik vlente edhe për qumshtin. Askush nuk donte të ishte ai personi që mbaronte qumshtin dhe linte familjen pa drithra në mëngjes. Pra, me këtë zbulim në dorë, lindi një plan i ri, një plan vërtet genial. Qëllimi, të luftonin racionimin, strategjia, një ndryshim rrënjësor.
Nuk do t'u flisnin më fëmijëve që e pinin qumshtin, por prindërve që e blinin atë. Dhe pozicionimi, qumshti nuk është thjesht i shëndetshëm, ai është thelbësor për ushqimet që duam. Taktikat? Ato ishin të famshmet reklamat të privimit. Një nga reklamat më të famshme ishte absolutisht brillante. Një biznesmen arrogant goditet nga një kamion dhe zgjohet në një dhomë të bardhë të mbushur plot me biskota me çokoladë. Ai mendon se ka shkuar në paradis. Por, kur hap frigoriferin për të marrë qumshtin, të gjitha kutit janë bosh. Paniku e kaplon dhe ai kupton tmerrin e vërtet, duke pyetur: "Prit një minutë, ku jam unë?" Mesazhi ishte i kristalt. Pa qumësht, edhe paradisa mund të kthehet në ferr. Dhe rezultatet? Rezultatet ishin thjesht të pabesueshme. Kjo fushat arriti diçka që dukej e pamundur. Në një treg që ishte në rënje të lirë, ajo jo vetëm që e ndaloi rënjen, por e ktheu atë në një rritje prej 3% të shitjeve vetëm në Kaliforni. Kjo përkthehej në një diferencë prej $30 milion. Fantastike. Por, siç ndodh shpesh, historia nuk mbaron këtu, sepse suksesi, për fat të keq, nuk zgjati përgjithmonë. Dhe kjo na çon te kapitulli tjetër. Pse shkëlqimi kreativ nuk mjafton kur i vetëm, dhe historia famshme e mustaqeve të qumshtit. Fushata origjinale ishte aq e suksesshme sa që u bë kombëtare. Por kur u zgjerua, diçka thelbësore ndryshoi. Krahas reklamave televizive, nisi një fushatë e re me foto të njerëzve të famshëm me mustaqe qumshti. Në pamje të parë, dukej si vazhdimi i suksesit, përdorte të njëjtin slogan, Got Milk, por në thelb strategjia u braktis plotësisht. Qëllimi u kthye te përfitimet shëndetësore, duke harruar krejtësisht problemin real të racionimit. Dhe ja ku kemi mësimin kryesor. Reklamat me mustaqe ishin kreativisht të shkëlqyera. Ato fituan çmime pafund, por ato ishin marketing i keq. Pse? Sepse synonin qëllimin e gabuar dhe ndiqnin strategjinë e gabuar. Ato thjesht u kthyen te mesazhi i vjetër që tashmë ishte vërtetuar se nuk po rriste shitjet. Kjo na sjell te mësimi hyn i fundit, kur strategjia është e duhura, si mund të mbahet gjallë vëmendja e audiencës pa u bërë i mërzitshëm apo përsëritës. Le të shohim shkurtimisht dy qasje krejtësisht të ndryshme. Një mënyrë quhet inovacion trivial. Dhe kjo është një taktik gjeniale për markat e mëdha ku realisht nuk ka shumë gjëra të reja për të thënë. Mendoni për luftën mes markave të birrës si Miller Lite dhe Coors Light. Ata nuk ndryshojnë birrën, por ndryshojnë paketimin. Shisha Vortex që premtonte një derdhje më të butë, ose kanaçet me malet që bëhen blu kur janë të ftohta. Këto nuk zgjidhin asnjë problem real, por i japin markës diçka të re dhe interesante për të folur, duke të rrequr vëmendjen. Por ka edhe një mënyrë tjetër për të humbur vëmendjen, duke e lënë strategjinë të degradojë me kalimin e kohës. Një shembull perfekt vjen nga Capital One dhe barbarët e tyre. Fillimisht, barbarët ishin një metaforë fantastike për rreziqet financiare, por me kalimin e viteve, ata u shndruan nga një kërcënim në zëdhënës. Papritur, barbarët po përdornin kartën për të shkuar me pushime. Kuptimi strategjik u rtret plotësisht dhe audienca mbeti e hutuar. Dhe kjo na sjell te pyetja përfundimtare. Një pyetje që vlen sa herë që shohim një reklam apo planifikojmë çfarë do lloj komunikimi. A i shërben një mesazh i caktuar, një strategji të qartë dhe të menduar mirë, apo është thjesht zhurmë kreative? E bukur, ndoshta fituese çmimesh, por në fund të ditës jo efektive. Sepse, siç na mësoi historia e Got Milk, dallimi mes këtyre të dyjave mund të vlejë miliona.